Dhe përsa i përket janë mjaft as janë mjaft, këtë e vendos populli shqiptar. Dhe nëse dikush të ka thënë që kjo është një anomali, po të drejtoj nga Gjermania, ku 2 kancelarë kanë qëndruar me 4 mandate në periudhën e fundit të historisë Gjermanisë. Angela Merkel, dhe përpara saj ishte për 2 mandate Gerhard Schröder, dhe përpara tij për 4 mandate tjera Helmut Kohl. Nëse nuk të mjafton kjo, po të shojnë Holland. Miku im i ngusht Mark Rutte, 4 mandate në Holland. Po pos të mjaftoj dhe kjo, mund të ngjis lart ndaj nga Suedia, ku kanë qëndruar edhe për shumë më tepër, por nuk duhet të trëm pastaj. Okej? Kështu që kjo nuk është çështje sa do ti e sa dua unë, kjo është çështje sa do populli. Okej?